Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për diçka që na mbush me krenari, pra suksesin e fëmijëve të Kosovës në ato shkencat ndërkombëtare dhe gara të ndryshme, pra e kemi të ftuar Merita Eliçka Ilezi, po ashtu edhe dy fëmijë shumë special dhe shumë suksesshëm deri në këtë pikë, edhe pse në moshë të re. E kemi Aulona Demundin dhe Xhen Rahmanin. Përshëndetje, mirë se ardhët në studio. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Si po ndjeni sot? Mirë shumë. Merita, a mundesh fillimisht me na tregu gjithçka rreth Neoscience Olimpiadës 2026? Po. Fillimisht faleminderit edhe një herë për ftesën. Neoscience Olimpiada është një olimpiadë ndërkombëtare, e cila është me selinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është viti i tretë që na po marrim pjesë si Shteti i Kosovës. Në vitin 2024 kemi marrë pjesë me 10 nxënës finalist nga Kosova. Në vitin 2025 pastaj kemi marrë pjesë me 22 nxënës, të cilët kanë qenë të kualifikuar në disiplina të ndryshme, siç është shkenca, teknologjia edhe matematika. Kurse këtë vit kemi nderin me udhëtu me 16 fëmijë të cilët po ashtu janë përzgjedhur për ta përfaqësuar Kosovën në këtë olimpiadë, të cilët janë 16 fëmijë në këto fusha, domethënë në shkencë, teknologji dhe matematikë, që do të udhëtojmë tash në muajin janar nga 10 deri në 15 janar, domethënë do të jemi me nxënësit e Kosovës në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi nderin me pas këtu në nesin tonë dy nxënësit finalist, Xhenin dhe Aulonën, të cilët janë kualifikuar për teknologji ose kodim dhe Aulona në shkencat e natyrës dhe do të shijojmë edhe një sukses të radhës të Kosovës në Shtetet e Bashkuara. A fokusojmë pak tek Aulona dhe tek Xheni, si jeni përgatitur, ndoshta keni filluar edhe përgatitjet për me shkuar në këtë olimpiadë? Prej se e kemi marrë lajmin që kanë mumboj këto gara në vitin 2026, me qendrën Kosova Global Talent kemi fillu me njëherë përgatitjet. Së pare kemi pas raundin e parë që ka qenë për me kualifiku. Unë vetë kam marrë pjesë në 4 kategori të ndryshme, në biologji, kimi, matematik dhe fizik, edhe kam marrë medalje të artë në të gjitha këto kategori, edhe tash jemi të e prit raundin e radhës që është në SHBA në Orlando edhe kam e qenë finalja madhe atje. Si po ndihesh që je kualifiku pikërisht për me shku në SHBA? Është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos kur e din që me një shtat shumë të madh sikur që është SHBA-ja, ne kemi me përfaqësu një shtat vogël siç është Kosova dhe kemi me arrit me tregu atje se sa shumë talent ka ky shtat i vogël. Po besoj ju ndihni edhe shumë krenare edhe për veten që keni mujtë me mrinj deri në këtë pikë, po besoj që kjo nuk ka me qenë ajo ndalesa juaj për gjithmonë vetëm një shtytje më e madhe për diçka më shumë. Po sigurisht edhe kjo përveç që është një ndjenjë shumë e mirë, kjo edhe na tregon që çdo punë që ne e bëjmë ka me na u shpërblyj edhe është shumë e papërshkrueshme. Po e patëm fokusin tek shkencat natyrore, a ke pas gjithmonë këtë ndoshta kanë tërhequr më shumë të shkenca që nga fillimet e studimeve? Po interesim për këto shkenca ka fillu prej një moshe shumë të hershme, ku ndoshta vetë fjala shkencë nuk e kam kuptuar çka do të thonë, edhe me përkrajën e prindve pastaj edhe të gjithë mësimdhënësve, më kanë shty përpara edhe unë kam vazhdu që njohuritë e mia këto me i zgjeru sa më shumë edhe tash kam arrit që me marr pjesë në shumë gara ndryshme si brenda dhe jashtë Kosovës. Xhen, paga shumë e njëjta pyetje, por tek pjesën e kodimit, pra diçka edhe goxha komplekse dhe ma e rinj këtë pjesën e gorave tradicionale. Po në Neoscience Olimpiadë do të marr pjesë për kodim edhe për intelegencë artificiale. Për kodim do të marrë pjesë me gjuhën e kodim, me Python. Janë disa sfida të cilat do t'i kalojmë, të cilat vështirësohen normale edhe ka lloje të ndryshme të sfidave. Ndërsa në intelegencë artificiale do të përdorim intelegencë artificiale për të krijuar foto, për të krijuar fojla të ndryshëm, më rikriju të njëjtë siç na u kanë dhënë. Përgatitjet për këto gora kanë fillu goxha, domethënë prej kur e kemi marrë vesh që ka me qenë gora në Orlando në fillim të verës pak a shumë. Prej atëherë duke
Ushtrua dhe të konstant. Do me thonë, e kemi pas një platformë ku kemi ushtruar edhe për KDM edhe për inteligencë artificiale, ato sfidat me u mundu mi përsërit derisa të mësojmë. Si e ke fillu pra kodimin, a ka qenë ndoshta një interes pak jashtëm, sepse nuk i di, a kemi kështu në silon, në shkolla, nuk i kemi, por është ndoshta kurset të ndryshme të cilët mujnë me jo... Jo, kodimin në shkolla nuk është si lëndë dedikume, po teknologjia vetëm, gjyrë me thonë, ka pëlqy prej një moshe këzat vogël edhe me gora kanë fillu të ndryshme, jo vetëm për kodem, po edhe për robotikë, edhe për shkenca, po teknologjia dhe kodimi më kanë pëlqy më shumë, edhe kum vazhdu me kurse, me gora kështu, edhe tash Po besoj dhe kurset janë ato që mundën në fëmijëve pra mirita me marrë ma shumë kohë, po gjithmonë duhet këtë pjesën e shkollimit edhe mu angazhu edhe me kurset tjera, që me mujtë me mri si që keni mri edhe jo, bëgja shumë. Po, këto aktivitetet ashtu quhen ekstra kurikulare, dhe më që janë ekstra kurikules të shkollës që e ofron dhe më sistemi arsimor, janë kurse përgatitore që ne i ofrojmë edhe qendra tjera, dhe më që e ofrojnë kurset e kodimit ose edhe të lëndëve tjera, si që është matematika dhe lëndet shkencore. Kështu që fëmijëve po ju ofrohet një mundësi që të marrin një hori të reja me, do me thonë, një platformë që është ndërkombëtare dhe, do me thonë, as fëmijët e Kosovës mos mbesin anash, po t'i marrin këto një hori dhe t'jenë të barabartë me fëmijët e vendeve tjera, me çka edhe kemi dëshmu me sa vite tash që po marrin pjesë në gara ndërkombëtare dhe suksesi i nxënësve nga Kosova është gjithmonë në rritje dhe po na befasojnë gjithmonë me sukses maksimal. A mendon që u rrit interesimi pikërisht për këto shkenca matematikore, pra kodimi e këto? Ka shumë interesim prej anës nxënësve, sepse programet tona ofrojnë pjesëmarrje në gara ndërkombëtare nga mosha shumë e vogël, do me thonë nga klasa e dytë e tutje kanë drejt me garune kategorinë e tyre përkatëse dhe prindrit janë ata që gjithmonë i motivojnë fëmijët e tyre dhe i nxisin që të marrin pjesë dhe të avancojnë njohuritë e tyre. Kështu që këta fëmijë që po e shijojnë një eksperiencë ndërkombëtare normal që po i zhvillohen ato ai diapazoni i tyre po zgjerohet dhe po shohin mundësi të reja dhe pastaj diçka që është më pak sfiduese, domethënë për ata po është shumë e lehtë, kështu që domethënë po është mundësi e mirë që këta me tregu talente dhe me vazhdu tutje me u avancu në karrierën e tyre. Po mendoj edhe këto udhëtimet jashtë shtetit bojnë pak më atraktive këto gara të ndryshme dhe sidomos me vizitu një kontinent tjetër si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mundet me qenë një ëndër e gjithëve edhe Po patjetër, e përmenda edhe më herët, është viti i tretë që ne po jetojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 2 vitet e para kanë qenë fillimisht viti 2024 ka qenë ajo befasia e parë që na e kemi përjetuar së bashku me nxënësit, dhe me thonë ka qenë një eksperiencë e paharrueshme për ta që kanë udhëtuar për herë të parë dhe kemi pas nxënës nga klasa e tretë e tutje që ka pas edhe prej atyre që kanë udhëtuar bashkë me prindrit normal për shkak të moshës që kanë pas, por ka qenë ndjenjë dhe krenari shumë e madhe sepse fëmijët nga Kosova, do me thonë, nuk kanë pas asnjë dallim me vendet e tjera, po ashtu ajo përparësia e ditëve sotit është edhe gjuha që i bashkon, do me thonë, i unifikon fëmijët nga e gjithë bota, dhe fëmijët nga Kosova, do me thonë, flasin shumë mirë gjuhën angleze dhe pastaj, do me thonë, çdo gjë ka qenë e barabartë dhe do me thonë, është prit vetëm suksesi që ata po tregojnë në lëndet e tyre që kanë aplikuar, do me thonë, me këtë garë. Pikrisht edhe pjesa e gjuhës, unë kam vrejtë edhe tek turistët pra të huaj që vinë këto dhe befasohen ndoshta me jetëshmërinë e të foljes gjuhës, pra se si e kemi që nga fëmijëria, sepse normale teknologjia bën vetëm dhe gjithçka në gjuhën angleze, pra e kemi shumë të lehtë pjesën e komunikimit edhe sidomos theksin e kemi goxha natyral. Ndoshta edhe si popull, do me thonë na karakterizon kjo pjesa që ne shumë let i përvetsojmë thekse të ndryshme, kështu që është edhe ndoshta një farë forme tash që na po e shijojmë atë përparësinë e teknologjisë, normal që ka edhe anën e veta negative, por ajo që neve do me thonë po na favorizon një farë forme është që fëmijët tonë, do me thonë është bota sikur të jetë një fshat i vogël dhe do me thonë mundësitë janë të barabarta për gjithë, çka nuk po mungon edhe suksesin nxënësve të Kosovës.
Ju dy a keni pas dhe gara tjera cilat, po besoj kjo nuk është e vetmja, këtu shkon pak shkollë. Cilat kanë qenë sa udhtime tjera që i keni pas? Fillojmë me t'ju Alona? Atëherë, unë, si që përmenda dhe më herët, kam marrë pjesë në gara të ndryshme si brenda dhe jashtë shtetit. Ato brenda shtetit kanë qenë duke fillu prej garave brenda shkollës në nivel komunal ose në nivel shtetror, kurse ato jashtë vendit kanë qenë si për shembull Olimpiadat STEM që kanë qenë vitin e kaluar në Holandë. Pastaj disa garat tjera STEM në Spanjë që janë bajt këtë vit. Gjithashtu kam qenë e kualifikuar edhe për gara në Angli, edhe në Neo kam qenë 2 vitet e kaluara gjithashtu. Kush ka qenë personi i parë që ti ke tregu kur je kualifikuar pra për gjithë këto gara? Sigurisht që kanë qenë prindrit, familja dhe mësimdhënësit e mi. Gjën, a fillojmë pra edhe me ty tash në pjesën e garave, më përpara, pra si kemi ardhur deri këto? Po, unë siç përmenda edhe më herët, kam marrë pjesë edhe në gara brenda Kosovës me robotik. Kjo ka qenë pak më herët kur kam qenë më i vogël. Pastaj edhe në garat Neo Science për të viteve të kaluara për matematik, shkencë edhe kodem. Po ashtu edhe në Itali dhe në Egjipt për garat të gjuhës angleze. Kam arrit në finale dhe kam marrë medalje. Edhe në garën STEM Olimpiad në, si që tha dhe Aulona, për kodem. Kur ka fillu kjo? Po besoj ka fillu edhe që nga shkolla fillore, e keni po ndoshta një talent në matematik? Në matematik, po, pe që kam qenë në klasë të parë, domethënë kur kemi fillu me matematik, gjithë më ka pëlqyer dhe më ka ardhur më e lehtë se për shembull lëndët e tjera, edhe kam provu, domethënë, me marrë pjesë në këto gara dhe kam po që për me kam edhe talent. Çfarë ka qenë ato sfidat që i ke pas? Në Konkret këto garat? ndoshta pak stresi kur kemi arrit në finale, sepse është kaq presion, sidomos garat e para, domethënë herën e parë në Neo, edhe në Itali për gjuhë angleze kanë qenë pak stresi po kaloj mirë ajo. Mirita, sa në ditë të dedikoni ju? Pra, sa merreni me këta fëmijë, si është ai procesi i punës? Realisht na kemi fillu qyshmëti, jo tani, se ne vlerësojmë që është faza përfundimtare, dhe më thone procesi që me vazhdu tutje me marrë pjesë në këtë garë ndërkombëtare. Qendra jonë Kosova Global Talent Center është një qendër e cila ofron kurse shtesë, dhe më thonë për pjesëmarrjen e garave ndërkombëtare, siç është kodimi, matematika, po ashtu edhe gjuha angleze. Kështu që, do më thonë, përgatitjen e kemi fillu shumë herët, tash jemi në proces të përmbylljes së këtij aktiviteti. Dhe do më thonë, ne kemi mësuesit e cilët ata që janë të aktiv të qendra jonë, edhe ata janë që merren, do më thonë, me përgatitjen e këtyre fëmijëve. Një gjë shtesë që vlen me u përmend është sepse ne kemi kontakte direkte me organizatorët dhe ne i marrim materialet dhe kurrikulën e tyre që e implementojmë në qendrën tonë, dhe kjo është një diçka shtesë, një disa njohuri, do më thonë që fëmijët tonë e kanë mundësinë me i marrë përmes qendrës tonë dhe me i zgjeru njohuritë e tyre për pjesëmarrjen në garat ndërkombëtare. Do më thonë, vlen me u përmend se tash jemi në përfundim të përgatitjeve, ka mbetën vetëm muaji dhjetor që janë ato përgatitjet finale, dhe në fillim të muajit janar do të udhtojmë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka pasur një situatë e cila gjatë përgatitjes mund të ketë qenë çesharake apo edhe surprizuese? Po tash, me fëmijë gjithmonë, fëmijët janë që na befasojnë në çdo situatë, dhe do me thonë, nështë nuk ka shumë, përderisa ne po ofrojmë gara që janë shumë serioze me një farë forme, do me thonë si që është matematika, teknologjia dhe gjuha angleze, ndoshta nuk ka shumë qesharaka ashtu gjatë procesit mësimit, po gjatë udhëtimeve po, normalisht ka ndodhur, do me thonë raste kur fëmijët për shembull në një situatë caktuar janë duksit humbur në aeroportet të ndryshme, përderisa ne kemi udhëtuar në shtete të ndryshme të botës, por gjithmonë janë prindrit ata që udhtojnë bashkë me neve dhe na e lehtësojnë shumë këtë procesin e udhëtimit dhe pjesëmarrjes dhe gjithçka tjetër.
Po sigurisht për shkak të moshës, prezenca e prindve është e domosdoshme, patjetër. Domethënë te fëmijët që janë me moshë shumë të vogël, gjithmonë janë prindrit ata që i shoqërojnë edhe vinë, domethënë na mbështesin edhe neve dhe do udhtojmë së bashku me grup ashtu. Cilat mosha zakonisht përfshihen më shumë në lloje të ndryshme të garave, pra në fusha të ndryshme? Ne e përmenda më herët, domethënë i kemi nga klasa e 2 deri te klasa e 12. Domethënë që kanë drejt me marr pjesë. Pastaj garat e caktuara, domethënë për shembull te kodimi është një moshë pak më e rritur, domethënë nga klasa e 5 te tutje, domethënë që marrin pjesë, kurse në matematikë zakonisht i kemi nga klasa e 3. Por pjesëmarrjen që jashtë vendit, domethënë shumica e nxënësve janë pak më të rritur, normalisht që më të pavarur, ashtu që e kanë mundësinë, edhe nëse nuk kanë mundësi prindrit me udhëtu bashkë me ta, atëherë ne jemi ata që i mbikëqyrim dhe kujdesemi, kështu që domethënë mosha mesatare është ashtu 13-14 vjet që zakonisht marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Sa është e vështirë kjo pjesa e përkujdesjes, pra besoj është edhe përgjegjësi shumë e madhe kjo pjesa e udhëtimit. Është përgjegjësi shumë e madhe dhe është sfidë, domethënë që na e tejkalojmë çdo vit, por përderisa e kemi vullnetin edhe dëshirën e madhe që me tregu, domethënë edhe në arenën ndërkombëtare për suksesin e nxënësve nga Kosova, atëherë po ja dalim me sukses, domethënë që me menaxhu edhe këtë pjesën e përgjegjësisë dhe sfidës, normalisht që me udhëtu me fëmijët moshës smitur, domethënë edhe me u kujdesë, me marrë përgjegjësinë për aq më tepër një kontinent tjetër siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë është një përgjegjësi shumë e lartë, por me mbështetjen domethënë të prindve edhe të familjarëve të tyre, atëherë ne po ja dalim domethënë edhe po kthehemi shëndoshë mirë dhe me shumë suksese. Po besoj edhe ju personalisht jeni shumë e përkushtuar në këtë pjesë për me bu punën më të mirë në qendër. Cilat janë ato sfidat e juaja personale, pra ndoshta ato sakrificat për me mujt me çu shtetin tonë përpara, në fakt se është goxha një hap i madh kjo. Normalisht që kemi sfida kryesore, ndoshta është kjo pjesa financiare, se është e kuptueshme, domethënë që nëse udhëton me për shembull në këtë rast me 16 fëmijë ose vitin e kaluar 22 fëmijë kanë qenë pjesëmarrës në finale, atë normalisht që sfida kryesore është ana financiare. Vlen me u cek këtë vit, që e falenderoj domethënë qeverinë e Kosovës publikisht që na ka mbështet, domethënë me këtë grup e kemi bërë kërkesën që me u mbështet fëmijët edhe domethënë kemi arrit që të marrim mbështetje nga qeveria e Kosovës dhe t'ju lehtësojmë këtyre fëmijëve pjesëmarrjen në këtë garë, kështu që normalisht që është një ndjenjë shumë e mirë që ata e kanë kuptuar rëndësinë edhe domethënë viteve të kaluara nuk kemi pas mbështetje të tillë, kurse këtë vit kemi pas nderin me na mbështet zyrtarisht, kështu që udhtojmë tamam nivel domethënë një ekip që e përfaqëson shtetin e Kosovës. A keni pas goxha kështu emocione kur në këtë pjesën e finales dhe ju gjena përmendet pjesën e stresit, ndoshta emocionet e garës, si keni tejkalu këto ju dy? Unë për vete, në momentin që ne nisemi për atje e harroj krejt stresin e garave, se atje bojmë vizitat të ndryshme, vizitojmë vendet të ndryshme, takojmë njerëz të ndryshëm dhe unë për vete harroj plotësisht, po në momentin që hym në atë sallën e testit, edhe aty sheti shumë nxënësa moshatar të prej krejt botës edhe të din se edhe ata sa përgatitje kanë po, është shkogjë një stres shumë i madh se veç për një moment e vren që tash për me kemi hyrë në test, po në momentin që dal prej testit e harron krejt. A keni pritshmëri kështu, apo mendoni me lun kështu, me lun pak si hapësirë, nuk po mendoj çka kom bo, a kom përfundu mirë apo jo, edhe vetë e pret rezultatin? Zakonisht, ne pak a shumë pas edhe të përgatitjeve që i bojmë, ne e dim sa arritje kemi me pas edhe varësisht si e punojmë testin edhe si na duket, ne e dim, po ne gjithmonë kthehemi me shumë sukseset ndoja, kështu që nuk është problem për ne. Besoj kjo pjesë është shumë e rëndësishme dhe me të vërtet unë po ndihem shumë mirë në këtë pjesë. Gjen, ti si e rregullon stresin këtë pjesë? Po në fillim, domethënë disa garat e para kanë qenë pak më vështirë sepse hesha me atë frikën që nuk e dija janë përgatit ball, ajo janë përgatit tjerë më shumë apo jo, po tash pas kësaj një kohe që ka kalu duke marrë pjesë në kësaj gara,
do me thonë jam mësu paka shumë mos me posat stresin edhe veç me përfundu. Fillimisht garat e para po besoj janë ato që është diçka e re edhe nuk e din si nuk e din që po shkon, ka me shku, cili koridor për nacion që to, pa tjetër. Po besoj edhe ju me Rita keni pa këtë sen me shumë nxënës tjerë. Normal që fillimet, se Gjini dhe Aulona janë ata që tash ndoshta 2-3 vite, do më kanë marrë pjesë në gara ndërkombëtare, tash vetëm e din sistemin se qysh shkon, por zakonisht me nxënësit të cilët e kanë garën për herë të parë, do më thonë janë ashtu më të ngarkum emocionalisht dhe kanë atë pjesën e stresit se qysh do të dalë, qysh do të punoj, do më thonë në testin e caktuar, por është edhe roli jonë që me i relaksu me një farë forme, se e arritur shumë e madhe është me shku në finale në nivelit tillë që ngarojnë shtetet të ndryshme, për shembull te gara Neoscience është 55 shtete të ndryshme marrin pjesë, kështu që vetëm pjesëmarrja e tyre në finale është sukses i jashtëzakonshëm. Pastaj pjesa e testit, domethënë ata që në farë forme kanë edhe fatin që me tregu sukses, domethënë tregojnë edhe ne e kemi atë rolin ashtu që me i stabilizu, mos me ju dhënë stres momentin e fundit, po me qenë shumë të relaksuar dhe me tregu sukses maksimal. Se e bëni pikërisht pjesën e relaksimit emocional të studentëve, pra nxënësve? Tashti në secilën garë që na marrin pjesë, zakonisht është një qëndrim një javor që e bëjmë në shtetin e caktuar dhe kështu që kjo na jep një komoditet me një farë forme që fëmijët nuk e kanë vetëm të fokusuar ashtu mendjen vetëm te testi, po marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, vizitojmë institucione, institute arsimore, e kështu që domethënë e kemi një farë pjesë që ne merrem aktivitete të lira, jo vetëm te gara, edhe diskutojmë, domethënë gjatë udhëtimit, gjatë qëndrimit, gjatë vizitave që i bëjmë, domethënë e diskutojmë atë pjesën që me qenë domethënë të relaksum, që pjesëmarrja domethënë është shumë e rëndësishme, edhe pse në vitet e para ne gjithmonë kemi thënë që me rëndësi që po shkojmë, se për shembull që para 3-4 vite na kemi filluar me marrë pjesë në gara ndërkombëtare, fillimisht ka qenë diçka e re për nxënësit nga Kosova dhe kemi qenë të kënaqur me pjesëmarrjen tonë, por duke e pa suksesin që fëmijët po tregojnë, tash domethënë nuk e kemi synimin vetëm me marrë pjesë, por domethënë normalisht që të tregojmë edhe një sukses, por në bashkëpunim me fëmijët, bashkëpunim me prindërit, atëherë apo arrim që fëmijët jenë të relaksuar dhe me tregu suksesin e tyre që mos ndikohen, domethënë që stresi me i penalizu dhe ata mos me pas sukses në këto gara që po marrin pjesë. Si organizohen këto udhëtime konkretisht, kështu pra si bëhet përzgjedhja, si vjen biletat, pra edhe kjo pjesa e financimit të përmendëm që këtë vit keni marrë një mbështetje më të madhe, por si ka funksionuar vitet e kaluara? Kjo fillimisht gara zhvillohet në nivel Kosovës, janë fazat e para që mbahen këtu në Kosovë, janë 2 faza kualifikuese, domethënë te garat e ndryshme se Neoscience ka vetëm një fazë kualifikuese, domethënë hyn në test tek qendra jonë, edhe pastaj ata që e kalojnë atë pragun që është i përcaktuar nga ana e Olimpiadës, vazhdojnë tutje dhe kualifikohen për finale. Sa i përket organizimit, domethënë është shumë sfiduese pjesa e organizimit të udhëtimit, sepse domethënë është një kohë që duhet t'ia kushtojmë kontaktit me agjencione të ndryshme, domethënë që duhet ta organizojmë, ta koordinojmë pjesën. Normalisht që viteve të kaluara gjithmonë ka qenë sfida kryesore, ka qenë financa, domethënë që prindrit kanë qenë ata që janë ballafaquar me këtë pjesë dhe ka pas shumë fëmijë që nuk kanë arrit me ardhmë me ju bashkangjit grupit për shkak të anës financiare. Kurse këtë vit, domethënë e përmenda që kjo pjesa e biletave të paktën është mbuluar nga Qeveria e Kosovës dhe normalisht që është edhe një pjesë ndoshta 50% e kësaj shumës, domethënë totale që këta fëmijë do të shpenzojnë në pjesëmarrjen e garën Neoscience në Orlando, domethënë është mbuluar pjesa e bileta, po është pjesa e akomodimit dhe pjesëmarrjes komplet, domethënë është diçka që ju përket prindërve, po ne po përpiqemi shumë që të mbështesim dhe të arrijmë që të amrim, e kemi edhe një kampanjë aktive, domethënë në bashkëpunim me një organizatë nga New York, Albanian Foundation, domethënë ata janë që na kanë ofruar ndihmë që me kriju një kampanjë, është e ngjashme me GoFundMe, domethënë që mbahet një kampanjë mbështetje dhe njerëzit kanë mundësi, për shembull aq sa
kanë mundësin me dhanë, për shembull kemi deri tashti një shumë që është mbledh për këta 16.000 dikon $5.000, do me thonë zakonisht janë diaspora ata që i kanë bështet, do me thonë dikush kemi pas për shembull shuma prej $1.000 deri në $70 që kanë dhanë, do me thonë njerëzit, por çdo shumë që njerëzit dhojnë, do me thonë këta fëmijë ja u jep një mundësi të re që mos ta shuhin këtë ëndër, por të marrin pjesë përderisa janë kualifikuar, pse mos ta finalizojnë edhe të kthehen fitimtar në Kosovë. Me të vërtetë ndihem shumë krenare në këtë pjesë për juve dëve, po besoj Merita ndjeton më shumë krenare se sa unë. Po patjetër është gjithmonë kënaqësi. Emri i qendrës tonë është Kosova Global Talent Center, do me thonë është një qendër e cila po i promovon talentet e Kosovës në arenën globale. Kështu që është kënaqësi edhe privilegj për mua që unë po taj çdo vit me fëmijë talent që janë nga Kosova dhe nuk e kemi këtë problemin, do me thonë që apo dekoncentrohen ose jo, se këta janë ata që po dojnë me tregu talent, do me thonë janë fëmijë të zgjedhur, se shumë shpesh e përmendet, do me thonë në takime ndryshme që unë kam me bashkëpunëtor dhe partner, edhe e përmendin që do me thonë sistemi arsimor në Kosovë nuk është i një nivelit shumë të lartë qysh vlerësohet, do me thonë prej njerëzve ose prej shoqërisë, atëherë qysh fëmijët nga Kosova po të regojnë një sukses kaq të lartë në këto gara. Ajo është që e përmenda privilegji jonë është që na po i zgjedhim, po i marrim talentet, do me thonë nuk po shkojmë atë mesataren e nxënësve, po shkojmë me nxënësit më të mirë, kështu që normalisht që është kjo pjesë është një favor që na po e shijojmë, edhe këta fëmijë çdo ditë më shumë, do me thonë po tregojnë talentin e tyre dhe po na bëjnë krenar në pjesëmarrjen këto gara. Ju e përmendet edhe këto garat brenda shkollës, pra fillojmë me ty gjën. Si kanë fillu, se atë kanë kun ato garat e para, që që ndin mesën e shokëve? Po me brenda shkollës, kështu garat çfarë lëndë, për shkak se ka qenë lënda e parë. Disa gora brenda shkollës ose shkollave që janë bojt kanë qenë gorat kangaru, që kanë qenë të matematikës logjike, që i ka ro, do me thonë, me morë pjesë me shumë të klasës, me të afërm, jo vetëm ndërkombëtar. Kanë qenë më të veçanta nashta sepse më ka ro me garu edhe me shokë edhe me të shtetit tonë. Po ashtu edhe gorat e tjera që kanë qenë të robotikës që e përmenda, ajo ka qenë në Kosovë, ka qenë me disa robota në rrugë. Si ka funksionu ajo pikërisht? Kanë qenë, më spore kemi pas detyrë me ndërtu robotin, edhe të me thonë në rëndet të ndryshme me koduat, me kalu një rrugë të caktume në një mënyrë të caktume. Kjo pjesa e gjuhës programuese po më intereson goxha. E përmende Pythonin, pra, cilat janë ato gjuhë programuese të cilat ndoshta ty të pëlqejnë më shumë të cilat i ke mësuar? Përveç Pythonin tonë i kam mësuar edhe gjuhët programuese që përdoren për web development, do me thonë HTML, CSS, këto përdoren për me dizajnu website, janë pak më të thjeshta edhe janë më atraktive me thonë, ndërsa Pythoni në këtë rast që më të përdoren është një Python këgja i thjesht për me i kryo ato sfidat që i kam në garë, po për nxënësit më të vegjël që nuk e kanë mësuar ende Pythonin, që morrin pjesë në këtë garë, janë mënyrat më të thjeshta që janë me bloqe. Ajo është Scratch, do me thonë është më e thjesht, po për neve që jemi në më të rritur në nivel më të lartë kemi Pythonin. Aulona, garat kështu në shkollë, pra ose mes shkollave, që kanë qenë ato eksperiencat e tua të para? Ato kanë fillu që prej shkollës fillore, pastaj kanë vazhdo në shkollë të mesme, spari ato fillojnë brenda klasës dhe vazhdojnë duke u zgjeru. Unë si që përmenda ka marrë pjesë në për garat që janë për shkencë, për fizik, kimi, biologji, matematik, po normalisht këto janë shumë atleta se është një pjesëmarrje shumë e vogël edhe ti ndihesh më rehat. Dhe pastaj edhe rezultati normalisht është edhe më i madh. Çfarë ndjeri është me garu me shok, me shoqe? Po është disi një ndjenjë pak si më e çuditshme se ne dim që ne tërkohën jemi shumë shokë dhe shoqe të mira, po në momentin që vjen pjesa e garës, ne atëherë secili luftojmë për vete edhe
është pak më e sikletshme. Merita përmendëm që janë 55 shtete konkurruese në Neo Science Olimpiadën 2026. Çka mendoni për konkurrencën aty? Cilat janë ato shtetet që ndoshta kanë më shumë të konkurrencë vojnë krenarisë tonë për 16 studentëve tanë? Zakonisht Kina është ajo që e dominon garat e ndryshme, por i kemi edhe këtë pjesën e shteteve tjera që tregojnë çdo herë sukses, por edhe në zonë ka Kosova gjithmonë kanë qenë ata që kanë dominu edhe kemi pas gjithmonë sukses të caktuar në lëndë të caktuar. Vlen me u përmend që viti i parë që na kemi marrë pjesë ka qenë viti 2023 në Paris të Francës dhe që kemi marrë pjesë te Olimpiada STEM. Atje ka qenë hera parë që kemi udhëtuar me 14 fëmijë. Edhe fillimisht e përmenda më herët që na kemi shku me marrë pjesë, kemi mendu që fëmijët e Kosovës nështë nuk arrin me qenë konkurrues me shtete tjera dhe aty ka qenë befasia e parë për neve dhe shteti i Kosovës ka qenë që është përmend disa herë në skenë dhe ka qenë krenari shumë e madhe edhe shumica pjesëmarrëve nuk e kanë ditë as kuj po i bjen Kosova. Në sallë aty ata koordinatorë të shteteve të ndryshme kanë fillu dhe kemi bërë takime mas mbrëmjes finale me po që kush është Kosova, nga cili shtet po vinë këta fëmijë, domethënë që ka qenë një vend që as nuk e ka njoft as si emër, kështu që normal që është një krenari për neve që po arrim me promovu Kosovën në arenën ndërkombëtare. Si po mendoni që të ktheheni nga kjo Olimpiada e radhës si pjesëmarrës apo fitues? Patjetër si fitues, unë përmenda tash veç është bë eksperjenca jonë pjesëmarrë të gara dhe fëmijët nga Kosova janë ata më të mirët e mundshëm që na kemi kualifikuar, kështu që patjetër që do të jemi fitues. A kemi ndonjë aktivitet për fitorët kur të kthehemi këtu? Po patjetër, ne zakonisht e mbajmë pritjen që e bëjmë të qendra joni, e bëjmë shpërndarjen e certifikatave që pas pjesëmarrjes në këtë finale, po këtë vetë përderisa jemi në kontakt edhe me qeverinë e Kosovës, po shpresojmë shumë që kemi me u prit zyrtarisht, dhe nga ana institucionet tona që me tregu edhe me shfaq këtë fitore që ne po presim me marrë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht në Orlando. Po besoj për shkak se e keni marrë edhe mbështetje nga pjesa e biletave dhe pritja ka më qenë ndoshta ekstraordinare në këtë pjesë, ashtu se siç e meritojnë në fakt. Patjetër, po, domethënë edhe prapë si përfundim po e falenderoj kabinetin e kryeministit përkatësisht i cili ka arrit me na dhënë këtë mbështetje dhe normal që do të presim që edhe masi të kthehemi prej Shtetet e Bashkuara të pritemi zyrtarisht nga ana e tyre që me tregu suksesin e nxënësve nga Kosova. Do ja të fokusohemi edhe një herë tek Aulona dhe tek Gjine. Cilat janë ato planet e radhës pas 5 viteve ku e shihni vetën? Unë për vete pas 5 vitesh, normalisht pas ta përfundoj shkollën e mesme, pras që edhe me i përfundu studimet, lidhje diçka me shkencë, edhe gjithashtu pras që ku me pas edhe shumë suksese tjera, që ndoshta as nuk ku me i paramendu cilat janë, po me vazhdu. Pikërisht me këtë përgatitje me vazhdu gjithmonë, edhe po besoj që keni me mri, si që thatë të jo, diçka që tash nuk e paramendoni, por më vonë keni me pasë diçka që keni me thonë, po vre, unë pas nga bu këto edhe kemi konë shumë krenare me vetën. Po jo? Unë definitivisht do të vazhdoj me këto gora edhe do të vazhdoj studimet tash të shikojmë ku, por me gora gjatë këtyre viteve të ardhshme edhe po besoj që kodimin nuk kemi me lënë në asnjë aspekt. Po besoj që do të vazhdoj me teknologji, sepse kam si pasion teknologjinë, kështu që definitivisht teknologji. Po, besoj që po. Merita, si do të ishte një mesazh për talentët e rinj, pra cilët kanë shumë edhe interesim këtë pjesën e shkencave natyrore. Që mos ta stopojnë veten, po të marrin pjesë, ta tregojnë talentin e tyre, edhe pse jo mos t'jenë edhe ata pjesëmarrës në këto gara dhe domethënë që ta shijojnë këtë eksperiencë sikurse
Gjini dhe Aulona në këtë rast, do më thonë, kemi shumë nxënës talent, ka prej atyne shumë, do më thonë që nështë ta hezitojnë me marrë pjesë, por në momentin që ata e shohin që, do më thonë, njohurit e tyre vetëm po dëshmohen me sukses, atëherë ajo është një motiv shtesë, edhe ne gjithmonë i motivojmë, do më thonë, edhe prindrit ata që do më janë nxitësit kryesor që t'i bindin fëmijët e tyre që të marrin pjesë, kështu që do më çdo vit e më shumë veç poshtohet numri dhe talentet nga Kosova po promovohen gjithandej nëpër botë. Besoj edhe përkushtimi juaj ka me vazhdu gjithmonë edhe më shumë në këtë qendër. Po patjetër, ne jemi vetëm në fillimet tona, domethënë në vitet e ardhshme ne po presim suksese edhe më të lartë. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio, për vërtet e kemi mbush studion plot, edhe munduam i prek goxha pika interesante, pra pikrisht në pjesën e talentit, e avancimit, e krejt këto. Faleminderit shumë për mundësinë. Dashur shikues, faleminderit që qëndruat me ne sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.